Pas festivalit ndërkombëtar Sarajfest, u rikthyem sërish në studio ku gjithmonë kjo pjesa e dytë i kushtohet musafirëve që trajtojmë gjithmonë tema të ndryshme, duke pasur parasysh se jemi në javën e imunizimit. Se sa i rëndësishëm është imunizimi për çdo njeri dhe si ndikon ajo në organizmin e njeriut, edhe pse kemi raste të tilla kur tani kohëve të fundit shumë prindër hezitojnë të mos i vaksinojnë fëmijët e tyre dhe kështu me radhë, për këtu me neve në studio kemi pediatrin Harkan Mehmeti, i cili gjitha këtyre pikpyetjeve do të na jep përgjigje. Përshëndetje, doktor, mirë se erdhët në emisionin në Ritmi i ditës. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e veçantë të bisedojmë për këtë temë, e cila është aktuale kohët e fundit dhe do t'i sqarojmë, domethënë, këto minutë të ardhshme do t'i sqarojmë disa tema të cilat besoj që do t'ju ndihmojnë edhe popullit që të kenë guximin që të vinë të marrin edhe vaksinat e nevojshme që duhet për fëmijët e tyre. Atëherë fillojmë, pse është kaq e rëndësishme java imunizimit, të themi, apo vaksinimi? Çfarë duhet të dinë, të themi, shumica për këtë ditë kaq të rëndësishme? Java imunizimit, domethënë, shënohet javën e fundit të muajit prill, domethënë nuk shënohet vetëm tek ne, por shënohet gjithkund në botë. Është si javë në të cilën domethënë duhet të rritet vetëdijsimi, ndërgjegjësimi dhe informimi i popullit për rëndësinë e vetë vaksinimit. Ashtu që domethënë vaksinat paraqesin domethënë një arritje e veçantë, një arritje e madhe në lëminë e mjekësisë, për shkak se me anë të vaksinimit kanë arritur të çrrënjosin shumë sëmundje infektive, të cilët në të kaluarën kanë pasur pasoja fatale ndaj fëmijëve, për shkak se zakonisht sëmundjet i prekin fëmijët për shkak se ata janë me imunitet më të dobët dhe domethënë në të kaluarën kur s'ka qenë aktual vaksinimi, domethënë shumë fëmijë kanë pasur edhe pasoja fatale dhe komplikime të ndryshme gjatë infektimit. Mund të na thoni se cilët janë vaksinat të domosdoshme apo të themi të patjetërsueshme që rekomandohen tek fëmijët, që çdo fëmijë duhet t'i marrë ato vaksinat? Me vetë aktin e lindjes, domethënë ne vetëm se fillojmë me vaksinimin, ashtu që gjatë lindjes domethënë mirën 2 vaksinat, të cilat janë vaksina e BCG-s kundër tuberkulozit dhe vaksina e hepatitit B. Gjithashtu domethënë prindit e kanë hapësirë të marrin informata shtesë në faqen e Ministrisë së Shëndetësisë, ku atje është edhe kalendari imunologjik, ku janë të përfshira gjitha vaksinat prej kur fillohet dhe ndër cilën moshë duhet t'i pranojnë. Domethënë zakonisht fillon muajin e dytë pas lindjes dhe domethënë aty kemi kalendarin imunologjik ku tregojmë dhe kur vinë domethënë në pikat e vaksinimit, prindërit informohen se cilët vaksina do t'i marrin dhe çfarë efekte anësore mund të kenë ato vaksina. Mund të na thoni se çfarë rrezikojmë nëse shmangim vaksinimin e fëmijëve apo dhe të vetës, se tani më jemi një moshë madhore, por zakonisht ndodhin që shumica i shmangin, nuk i vaksinojnë fëmijët e tyre. Domethënë vetë faktin e mos vaksinimit ne mund t'i kthejmë shumë sëmundje të cilët vetëm se janë të çrrënjosura prej vendit tonë. Domethënë kemi sëmundje të cilat janë aktuale në vendet e pazhvilluara, kurse tek ne nuk i kemi. Domethënë ajo është arritur fal vaksinimit. Kurse nëse vazhdojmë mos i vaksinojmë ne fëmijët tonë, atëherë ato sëmundje mund t'i kthejmë edhe në vendin tonë. Dhe besoj që nuk do të jetë mirë as për popullin tonë, por as për fëmijët tonë, të cilët mund t'i kthejmë prapë ato sëmundje të cilat janë vetëm se të çrrënjosura apo të mirë kontrolluara dhe nuk kemi raste të tepërta, por kemi raste sporadike, domethënë rrallë tek ato, domethënë raste ku nuk mund të rrezikojnë shëndetin e popullit tonë. Doktor, gjithmonë e kemi atë pikpyetjen tek shumica e prindërve që kohëve të fundit e ceka dhe qish në fillim, që shumë prindër nuk duan që t'i vaksinojnë fëmijëve të tyre. Sidomos mendohet se për njërën të vaksinave shkakton autizëm. Mund të na thoni se nuk dua të bëj debat apo për këtë pjesë, sepse çdo prind e mendon më të mirën për fëmijën e vet dhe nëse mendon që themi që nuk duhet të vaksinohet, është e drejta e tyre, por me një anë të themi mund të bëj edhe dëme më të mëdha shëndetësore, duke përfshirë edhe fëmijën e tyre, por edhe fëmijët e tjerë. Mund të na thoni se për cilën vaksin bëhet të fjalë konkretisht që mendohet, e theksoj në thojza, që mund të shkaktoj autizëm. Mund të na sqaroni këtë pjesë? Po, pikës pari kisha dashur të tregoj domethënë informatat që dojnë t'i marrin prindërit
është mirë t'i marrin në pikat e vaksinimit dhe jo në rrjetet sociale. Për shkak se në rrjetet sociale mund të shkruan gjithkush gjithçka, mirë po asgjë nuk është e vërtetuar, domethënë me anë të studimeve apo diçka të tillë. Kurse domethënë ata që duan prindërit të informohen, është mirë të vinë në pikat e vaksinimit dhe t'i marrin gjitha informatat rreth vaksinimit dhe gjithçka rreth saj. Kurse sa i përket autizmit, domethënë është një spektër i gjerë ku mund të bisedohet me ditë të tëra, mirë po është fjalë, domethënë bëhet fjalë për vaksinën e MR5 të cilët prindit e ndërlidhin me autizmin, mirë po është domethënë vaksinë e cila mirret në periudhën kur vetëm se autizmi i shfaq simptomet e para. Dhe për atë arsye prindërit mendojnë se vetëm vaksina mund ta shkaktojë atë, mirë po vaksina nuk ka domethënë asnjë lidhje se janë bërë shumë studime shkencore, të cilët e vërtetojnë të kundërtën. Kurse tek ne domethënë te populli ende është ajo pikpyetje, mos vallë është prej vaksinës. Kurse autizmi domethënë shfaqet që prej lindjes, mirë po simptomat e para që i shfaq spektri autik, domethënë është në periudhën kur duhet të mirret edhe vetë vaksina. Atëherë zakonisht kjo pjesa e vaksinave në çfarë moshe mirret? Pas moshës 1 vjeçare. Pas moshës 1 vjeçare, se e shoh se shumica e prindërve hezitojnë që mos ja pritë të fillojë të flasë fëmia, të fillojë të ecë, t'i bëjnë ato, t'i japin shejat e para i kërkojnë që mos ua japin në atë periudhën. Sa ju e cekët sadopak që duhet të informohen prindërit jo në rrjete sociale, por të vinë tek ju si pediatra në pikat e vaksinimit. Sa është interesimi i prindërve që vinë për t'u interesuar lidhur me këtë vaksinë apo dhe për vaksina tjera? Kemi plot raste domethënë që prindërit nuk kanë informata të mjaftueshme dhe kur vinë në pikat e vaksinimit, vetëm se binden se sa janë të rëndësishme vaksinat. Domethënë ka raste ku janë shumë kundër vaksinimit, mirë po pas bisedës informative që kanë me pikat e vaksinimit, ato e kuptojnë që vaksina është e mirë dhe domethënë për të mirën e fëmijëve të tyre e vazhdojnë procesin e vaksinimit. Zakonisht kur marrim vaksinina kemi një skuqje apo ngritje të temperaturave dhe shpesh herë flas për ata prindë të cilët kanë fëmijën e parë, ndoshta se kur bëhet i dyti dhe i treti tani e kanë më të lehtë kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë. Çfarë duhen dinë prindërit për vaksinat, përveç që vaksinat mbrojnë shëndetin e çdo njeriu, e çdo fëmije, apo para se ti vaksinojnë fëmijët, ju e cekët që vinë sadopak, po çfarë konkretisht duhet të dinë prindërit për vaksinimin? Për vaksinimin, efektet anësore janë shumë të vogla dhe minimale, kurse nga mos vaksinimi pasojat janë shumë më të rënda. Ashtu që domethënë prindërit të cilët jo vetëm fëmijën e parë, por edhe të dytën, të tretin, është proces të cilën i brengos prindërit dhe për atë arsye ato domethënë çdo herë që vinë kanë dëshirë të marrin informacione shtesë dhe çka pas vaksinimit. Ashtu që domethënë pas vaksinimit 24 deri 48 orët e para pritet një skuqje në vendin e aplikimit, pritet domethënë një dhimbje krahu, të cilat janë domethënë simptome të lehta të cilat kalohen për 1 deri 2 ditë. Gjithashtu mund të ketë edhe një temperaturë të rritur trupore, e cila është domethënë si pasojë e reagimit të trupit tonë ndaj vet aktit të vaksinimit. Kështu që domethënë ato janë simptomet, ato janë domethënë gjërat e lehta që kalohen brenda 1 deri 2 ditëve. Kurse mos vaksinimi domethënë mund të vjen deri te sëmundja ku shërimi është shumë i gjatë. Për atë edhe në popull është e njohur fjala më mirë të prevenohet se sa të shërohet, për shkak se kosti i shërimit është shumë më i lartë se sa e prevenimit. Reagimet e vaksinave kur marrin tek fëmijët janë te çdo njeri, të themi te çdo fëmijë është i njëjti apo ka edhe reaksi? Asnjë njeri nuk është i njëjtë me tjetrin, ashtu që ka fëmijë të cilët nuk japin as pak reakcion, as temperaturë, as skuqje, mirë po ka fëmijë të cilët, ato janë raste të ralla, nuk janë raste që paraqiten shpesh, mirë po prapë mund të priten. Domethënë janë informacione të cilat i tregojnë prindërve që gjatë ditëve në vijim mund t'i priten ose ngritje temperaturës ose skuqje e vendit ku aplikohet vaksina. Kemi edhe vaksinat të cilat përsëriten, doza e parë, doza e dytë, për cilat vaksina bëhet fjalë ato dhe cilat vaksina përsëriten? Ato domethënë janë vaksinat të cilat janë të rregullta në kalendarin imunologjik gjithkund në botë, dhe ato nuk janë që përsëriten, por ato janë revaksina të cilat duhen të jepen për të rritur këtë informacionin imunitar në trupin tonë. Ashtu që me ripërsëritjen e dozave vetëm se rritet që në trupin tonë të formohen antitrupta për kur infektit në atakon, domethënë ta njohin më lehtë smundjen. Dhe gjithashtu domethënë në botë edhe jepen edhe si booster doza, të cilët domethënë në raste që kemi infekte gjatë jetës tonë, në periudhën jetës tonë, atëherë domethënë ato edhe atëherë ndikojnë.
Mund të na thoni cilat sëmundje të rënda mund të parandalohen nëpërmjet vaksinimit të hershëm? Gjitha vakcinat janë domethënë për sëmundjet specifike, ashtu sikur që ECK për shembull MRP-ja i jepet për mbrojtje nga morbili, rubeolla, parotiz, domethënë janë sëmundje të cilët vetëm se janë të kontrolluara në shtetin tonë, gjithashtu domethënë difteria, tetanus, pertuzis, domethënë kolla e keqe që ishte aktuale viteve të fundit, të cilët për shkaku i mos vaksinimit, domethënë situata për kohë të shkurt mund të dilte prej kontrolle dhe të infektoheshin shumë prej popullatës, mirë po me anë të vaksinimit kjo vetëm se u rregullua dhe qytetarët u vetëdijsuan, filluan të vaksinojnë dhe për atë u rregullua shumë shpejt kjo situatë. Çfarë rrezikohet nëse fëmijët nuk vaksinohen me kohë? Sa është e rrezikshme të themi edhe jeta e tyre? A është i nevojshëm vaksinimi edhe për të rriturit? Vaksinimi sa më herët bëhet është më mirë, për shkak se fëmijët janë me sistem imunitar më të dobët si kur shka ECK-a, ashtu që sëmundja nuk njeh moshë kur duhet të atakon. Ajo mund të atakon sa më herët dhe atëherë pa vaksinim ne nuk jemi të mbrojtur. Dhe me atë rrezikojmë jo vetëm shëndetin tonë, por edhe shëndetin e fëmijëve që janë përreth. Domethënë nëse në një klasë janë 20-30 fëmijë, nëse një fëmijë sëmurë, domethënë shumë prej viruseve dhe infeksioneve që janë përçohen përmes spërkatjes së pushtymës, përmes bisedës, domethënë shumë lehtë një fëmijë sëmurë mund t'i infekton edhe shokët apo edhe shoqet e klasës tjerë. Po, se janë me një ambient të mbyllur, sido që t'jetë ato aty duhet të bashkëpunojnë, janë fëmijë, luajnë së bashku dhe kjo ndikon. Mund të na thoni se në çfarë raste duhet të vaksinohen edhe të rriturit? Të rriturit zakonisht janë ato të moshës më të lartë, domethënë dekadën e 5-6, njerëzit domethënë me sëmundje kardiovaskulare, njerëzit domethënë me sëmundje kronike, është e preferuar të vaksinohen me vaksinën e gripit, të cilën vetëm se shumë njerëz e pranojnë gjatë periudhës së vjeshtës, që në periudhën e dimrit vetëm që gripin ta kalojnë sa më lehtë. Gjithë ato të cilët e pranojnë atë vaksinë, vetëm se e kalojnë shumë më lehtë përballë atyve të cilët nuk e pranojnë vaksinën e gripit. Edhe njerëzit që e pranojnë e dinë, domethënë e njëjta duhet t'u përçohet edhe prindërve të cilët kanë fëmijë, se me vaksinimin nuk bëjmë keq, po bëjmë vetëm mirë. Ka raste kur fëmijët nuk duhet të vaksinohen. Në çfarë raste bëhet fjalë? Domethënë raste të tilla për atë arsye dhe themi që fëmijët sa më shumë të vaksinohen, që t'i mbrojmë edhe ato fëmijë të cilët nuk mund të vaksinohen. Domethënë ka fëmijë të cilët janë me imunitet shumë të dobësuar dhe tek ato nuk preferohet vaksinimi. Domethënë ato të cilët ndjeken në stacione terciare apo sekondare, domethënë nëpër spitale, ato të cilët janë me imundeficit, ato nuk pranojnë vaksinën një periudhë ndërsa të stabilizohet gjendja e tyre. Dhe për atë arsye, domethënë, nëse fëmijët tjerë janë të vaksinuar, nuk e rrezikojnë shëndetin e atyre të cilët nuk mund të vaksinohen. Për atë arsye, domethënë, është mirë që gjithë që duhet të pranojnë vaksinë, t'i pranojnë me kohë dhe mos të vinë të rrezikojnë jetën e fëmijëve të cilët nuk mund të pranojnë. Gjithashtu edhe në pikat e vaksinimit kur vinë, nëse fëmijët kanë ndonjë infeksion akut, siç është temperaturë, kollitje, domethënë vaksinimi shtyhet për disa ditë derisa të shërohen plotësisht dhe pastaj vinë për ta marrë vaksinën. Zakonisht kërkohet edhe pasqyra e gjakut kur shkojmë? Zakonisht nuk kërkohet, por kërkohet herën e parë për shkak se të shohim gjendjen aktuale të fëmijës, që nëse ka, domethënë, janë disa pika që shqyrtohen, pastaj fillon edhe vaksinimi. Thjesht për të qenë të sigurt që ai fëmijë është i qëndruar dhe mund të... Gjithë mjekët jetojnë të mirën, më të mirën fëmijëve, ashtu që secili shef në mënyrë më të mirë që t'ju del në ndihmë prindërve. Doktor, si ka ndikuar pandemia e COVID-19 duke pasur parasysh në atë periudhë ishin shumë, jo vetëm në vendin tonë, por në gjithë botën, vaksinimin, dërgjegjësimit, të themi për rëndësinë e vaksinimit, që ishte patjetërsueshme për t'u vaksinuar, për t'u mbrojtur nga COVID-19. Në COVID-19 vetëm ne të rit e dimi që e kemi përjetuar. Domethënë, si COVID-19 edhe shumë sëmundje tjera të cilat ne nuk kemi arritur për shkak se nuk kemi qenë as të lindur në atë periudhë kur ka pas pandemi të sëmundjeve të tjera të cilat tashmë vetëm se janë të kontrolluara me vaksinat, dhe pandeminë e COVID-19 e patëm domethënë si pasqyrë se ta shohim se si janë pandemitë reale
nëse nuk mirën vaksinat e sëmundjeve tjera. COVID-19 e dim gjithë se çfarë izolimi patëm dhe çfarë jetë patëm në atë periudhë kur ishte pandemia. Për atë arsye, domethënë duhet ta kemi këtë si mësim që mos na përsëritet ndonjë pandemi e sëmundjeve të cilët vetëm se janë të çrënjosura apo janë mirë të kontrolluara. A është rritur të themi ndërgjegjësimi i qytetarëve për t'u vaksinuar tani? Normal, domethënë çdo herë kur ka rritje të numrit të infektuarve me ndonjë sëmundje, domethënë sipas vaksinave që tash e patëm kohën e fundit kollën e keq apo pertuzis, domethënë për atë arsye u rrit edhe vetëdijsimi për marrjen e asaj vaksine dhe domethënë me rritjen e numrit të vaksinuarve edhe zvoglohet numri të infektuarve. Ju e cekët edhe në fillim se ndaj kollës keqe ishin më shumë të themi të infektuar fëmijë të cilët nuk kanë qenë të vaksinuar me këtë? Po, dhe pasi që vetëm se filloi të rritet numri i sëmundjes, prindërit me ngut apo me nxitim fillojnë që t'i binë fëmijët që t'i vaksinojnë. Zakonisht ndodhe kemi parasysh që nëse fëmijët nuk janë të vaksinuar, nuk i kanë marrë vaksinat, të themi nga fillimi deri, ata nuk mund të regjistrohen edhe në shkolla dhe pse kjo nuk është detyre e juaj, por çfarë i këshilloni prindërit të themi se kjo është një gjë e gabuar? Kjo domethënë nuk është bërë pa qëllim ose diçka, domethënë ajo është vetëm se një e mirë të cilët fëmijët të cilët nuk janë të vaksinuar mund të rrezikojnë edhe shëndetin e nxënësve të tjerë. Për atë arsye edhe Ministria e Shëndetësisë me bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit i kanë pru këto masa që mos të vinë deri te pëlcitja e ndonjë epidemie apo pandemie siç e kishim kohën e fundit. Për atë arsye edhe janë këto masa që mos vinë deri te eskalimi i situatës ndaj ndonjë sëmundje. Doktor, mund të na thoni se sa i kemi të sigurta vaksinat në vendin tonë? Sa janë të sigurta këto vaksina? Vaksinat janë një ndër më të sigurtat për shkak se prodhohen në shtetet evropiane, kalojnë shumë filtrat derisa të arrijnë në vendin tonë. Domethënë janë të njëjtat vaksinat që pranohen edhe në vendet evropiane, po pranohen edhe në vendin tonë. Domethënë nuk ka dallim, nuk kemi në vaksinat të tjera të cilët pranohen, domethënë njëjta vaksinë që pranohet në Maqedoni, pranohet edhe në vende të tjera, ashtu që nuk ka diçka që mund të na lënë dyshim. Doktor, çfarë këshilla do t'ju jepni prindërve që kanë frikë ose të cilët janë të pavendosur për vaksinimin e fëmijëve të tyre, edhe pse ju pak a shumë në fillim të bisedës e cekët, po cila do t'ishte këshilla juaj? Këshilla ime është që të lexojnë studime shkencore dhe jo informacione të rreshme të cilët shkruhen në rrjetet sociale dhe gjithashtu gjithë ata të cilët kanë dyshime, ti vizitojnë pikat e vaksinimit dhe të marrin informacione shtesë, të cilët do të shohin se me anë të vaksinimit arrihet diçka e mirë dhe jo e keqe. Dhe kjo është për të përshëndetur shumë që shumica e prindërve të cilët nuk duan t'i vaksinojnë fëmijët e tyre. Unë për vete kam fëmijë dhe e di që vaksinimi luan një rol të rëndësishëm tek fëmijët. Kemi vaksinuar fëmijët dhe ne vetë jemi vaksinuar, por çfarë shumica e prindërve mund të themi që edhe pse janë vetë të vaksinuar, por fëmijët e tyre nuk duan. E cekëm edhe në fillim të bisedës që shumë prindër mendojnë që vaksina shkakton autizëm dhe kjo si duhet disi të themi t'u akthejmë mendjen që mund të themi që është një gjë e gabuar. A duhet të bëhen edhe të themi të më shumë të informohen qytetarët, të shkojnë në për shkolla, të informojnë, të jenë sa më të informuar edhe prindërit, por edhe fëmijët. Për këtë arsye, domethënë edhe i kushtohet java e imunizimit, ku është javë në të cilën i dedikohet informimit të prindërve, të popullatës, ku gjithashtu do të ketë edhe një aktivitet, domethënë në parkin qendror, ku do të ketë informacion shtesë për vaksinimin, për domethënë gjithçka rreth vaksinimit dhe kjo javë bëhet më tepër që sa më shumë njerëz të informohen rreth vaksinimit, kemi nevojë domethënë për ndihmën e juve si mediume, që sa më tepër të jepni informata rreth vaksinimit dhe sa të mira ka domethënë imunizimi, se sa të mirën njerëzit me informacione të rreshme të cilët mund t'i shkruan çdo njeri. Patjetër se do të jemi pjesë e kësaj ngjarje të cilës do të organizohet dhe pasi që jemi në stinën e pranverës dhe verës, cila do të ishte një këshill e juaj e fundi, pasi si një pediatër për deri tek fëmijët se çfarë duhet të kemi parasysh tani në këtë periudhë kohore, duke pasur parasysh se jemi edhe koha e alergjive është tani.
Koha alergjive vetëm se është mo ka fundi, se afrohemi verës, mirë po domethënë gjithë ato të cilët kanë probleme alergjike, kanë terapi të cilët i marrin domethënë si prevenim, ashtu që besoj që çdo njeri që ka nevojë konsultohet me mjekun anë, pediatrin apo nëse ka nevojë edhe domethënë nëpër institucione shëndetësore, spitale për të marrë terapinë e duhur dhe për të marrë gjithçka që ju nevojitet për këtë periudhë. Për shkak se pason edhe vera, të cilët domethënë gjithashtu kemi infeksione gastrointestinale ku kemi domethënë probleme me paraqitje, me vjellje. Domethënë gjitha sezonet kanë sëmundjet e veta aktuale, ashtu që besoj që në të ardhmen do të kemi hapësirë që të shpjegojmë edhe për sëmundje tjera. Ju faleminderit shumë doktor që ishit pjesë e emisionit të Ritmi i ditës. Shpresoj që do ju kemi përsëri për shumë tema dhe kur të vim nuk do të ketë më prindër të cilët hezitojnë të mos i vaksinojnë fëmijët e tyre. Besojmë dhe shpresojmë.